Gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë të primit të dieshëm në formatin Big Brother në Albania, ndodhi një incident i papritur, ku Jozi goditi gjestin pas eliminimin. Ngjarja ndodhi në momentin e daljes së Jozit nga shtëpia. Veprimi në fjalë u transmetua në kohë reale dhe u ndoq nga publiku i gjerë. Në lidhje me këtë situatë të pahishëm sa i përket formateve të tilla, Top Channel ka reaguar njoftuar kështu dënimin e çdo formë dhune. Mëtej Media në fjalë thekson angazhimin dhe përkushtimin e tij ndaj standardeve më të larta të etikës profesionale, përgjegjësisë publike dhe komunikimit të sigurt. Ngjarja ndodhi papritmas si për median që transmeton formatin e BBV4, ashtu dhe për publikun dhe banorët e kësaj gare. Top Channel bën me dije se dhe pse formatet televizive të tipit reality mund të përmbajnë të papritura dhe tensione, kufit janë mjaft të qartë dhe dhuna është e patolerueshme. Pas këtij incidenti, moderatori Ledion Liço reagoi drejtpërdrejt me një deklaratë përpara publikut. Një akt i dhunshëm, i papranueshëm dhe thellësisht shqetësues ndodhi në një moment që duhet të ishte fundi i një përvoje, jo fillimi i një reagimi të tillë. Kjo sjellje nuk përfaqëson vlerat e Top Channel dhe as ato të Big Brother në Albania. Ky incident nuk ishte i organizuar, i nxitur apo i parashikueshëm nga produksioni. Realiteti i një formati live mbar të papritura, por kjo nuk e justifikon kurrë dhunën.